Një aksident i rënd ka ndodhur në aksin rrugor Elbasan Peqin pranë fshatit Përparim. Një mjet tip furgoni transportit të mallrave ka përplasur për vdekje një kalimtar 73 vjeç. Agim Hoxha ka gjetur vdekjen e menjëhershme i përplasur nga makina teksa kalonte rrugën, ndërsa drejtuesi i mjetit u arrestua. Aksi rrugor Elbasan Peqin është një nga akset rrugore më të rrezikshme të qarkut të Elbasanit, për shkak të kalimit në zona të banuara në të gjithë gjatësinë e tij. Shumë rrezikshme dhe policia nuk po bën asgjë. Vinë këtu, rrin fshehur, vojnë gjoba pa arsye, ndalojnë me shpejtësi, bëjnë gara. Ka 2 vjet, gati 2 vjet djali jon që tret 90. Ecën me shumë shpejtësi shoferat. Ndodhin nga shpejtësia e tepër e makinave. Ne kërkojmë që të vendoset sinjalistika e rrugës, domthonë kamerat zakonisht edhe kaq. Famas. Tu hezë shoferat për llogari. Çash, ropa, kafsha, nuk do ta din fare. Menjëherë në vendngjarje mbritën shërbimet e policisë dhe grupi hetimor të cilët kryen veprimet procedurale dhe nisën hetimet për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e aksidentit. Paraprakisht mendohet që i moshuari ka tentuar të kalojë rrugën ndërsa mjeti ishte në parakalim.